Dashi. Dashuria. Situata juaj e dashurisë nuk është sigurisht më e mira, në fakt sot do të ketë shumë nervozizëm. Ata që kanë provuar një ndarje së fundmi do të donin të gjenin paqe. Moment ideal që beqarët të sqarohen me një person. Puna. Gjatë ditës mund të ketë një tension të vogël në vendin e punës, kini kujdes. Demi. Dashuria. Sot disa polemika në dashuri do të jenë të pashmangshme dhe ata me një histori të gjatë mund të marrin një vendim drastik. Beqarët do kenë pak dëshirë të angazhohen, por nuk do i shmangin aventurat dhe nuk do të kenë asnjë problem për të jetuar. Puna. Një ditë ideale për të kryer një biznes të mirë, lajmet e mira mund të arrijnë në mbrëmje. Binjakët. Dashuria. Ditë e shkëlqyeshme për të planifikuar të ardhmen e jetës suaj si çift. Sidoqoftë, përpara se të merrni ndonjë vendim, këshillohuni me partnerin tuaj. Edhe për beqarët ka risi dhe surpriza në dashuri, ata me të vërtet mund të krijojnë një mirëkuptim të bukur me një person të veçantë. Puna. Në vendin e punës do të jetë një periudhë shumë interesante dhe në çdo sektor mund të arrini rezultate të shkëlqyera. Gaforia. Dashuria. Dashuria do të jetë qendra e vëmendjes sot dhe do të kaloni shumë kohë me të dashurin tuaj. Ju jeni duke kaluar një periudhë idilike që ju kënaq me kaq shumë vuajtje. Për beqarët, lajmet mund të vinë nga disa ish. Puna. Kujdes nga disa probleme të vogla në punë, sqaroni një çështje me një koleg dhe gjithçka do të zgjidhet. Luani. Dashuria. Është një kohë e pasigurisë për shumë njerëz, në dashuri do të ndiheni të pasigurt. Marrëdhënia juaj romantike nuk ju kënaq ashtu siç dëshironi dhe kjo mund të krijojë shumë tension. Beqarët do duhet të zgjedhin miqësi më të mira për të marrë pjesë. Puna. Në vendin e punës, disa prej jush kohët e fundit kanë pranuar një punë të re dhe ende po përpiqen të mësohen me të. Virgjëresha. Dashuria. Sot fati do të jetë në krye për ata që po jetojnë një histori të bukur dashurie. Ju mund të forconi marrëdhëniet dhe madje të organizoni disa udhëtime jashtë qytetit për të çlodhur së bashku. Një ditë intensive për ata që janë vetëm, mundësi të mira për të argëtuar me miq. Puna. Në punë, ata që kanë pasur mosmarrëveshje të ndryshme kohët e fundit, do të jenë në gjendje të gjejnë qetësi me kolegët e tyre. Peshoria. Dashuria. Kushtojini vëmendje disa polemikave të vogla që mund të ndodhin në familje. Ata që kanë pasur një marrëdhënie të gjatë mund të kenë grumbulluar probleme që tani do të duhet të zgjidhen. Beqarët nuk janë përqendruar shumë tani për dashurinë. Puna. Për momentin jeni të interesuar të zgjidhni disa probleme pune që keni lënë të pasgjidhura dhe do të keni sukses. Akrepi. Dashuria. Fal Venusit sot do të keni mundësi të fitoni pak qetësi pas një periudhe kontrastesh në dashuri. Mërkuri do t'ju jap një nxitje shtesë dhe do t'ju lejojë të bëni njohje të reja, por keni kujdes të merrni pjesë në të duhurat. Puna. Në punë sot do të keni mundësi të çoni idetë tuaja përpara dhe të arrini rezultate të shkëlqyera. Shigjetari. Dashuria. Sot beqarët janë më të disponueshëm dhe më të hapur për njohje të reja, të cilat mund të sjellin ndryshime në jetën private. Edhe për ata që janë në çifte do të ketë lajme, disa shumë interesante dhe fitimpruese. Puna. Në vendin e punës ndoshta do të duhet të përshtateni në një situatë të re, bëni atë për të shmangur surprizat. Bricjapi. Dashuria. Marrëdhënia juaj romantike mund të vihet në provë nga disa pengesa, por nëse keni një lidhje të qëndrueshme me partnerin tuaj nuk do keni asgjë për të frikë. Nëse një marrëdhënie miqësie ose dashurie duket se ka qenë në fund, mos insistoni ta çoni përpara. Puna. Në një nivel profesional do t'ju duhet t'i kushtoni më shumë vëmendje disa projekteve që duket se janë vonë. Ujori. Dashuria. Ata që kanë ndërmarrë një lidhje të re mund të gjenden në situata që nuk janë plotësisht të këndshme. Kini kujdes përpara se të bëni ndonjë hap të madh dhe mos nxitoni kohën, mund të pendoheni për të. Ditë me fat për beqarët në funksion të takimeve të reja. Puna. Situata ekonomike nuk duket të jetë shumë e qëndrueshme. Por yjet do të shpërblejnë ata që duan ta bëjnë të tillë. Peshqit. Dashuria. Nëse jeni duke përjetuar një ndarje në jetën tuaj si çift, sot mund t'i shihni gjërat nga një këndvështrim tjetër. Në funksion të mundësive të reja për të rizbuluar dëshirën për të dashur, veçanërisht për ata që janë beqar. Puna. Në kohët e fundit shpenzimet kanë qenë më të larta se të ardhurat, tani do të duhet të sillni ekuilibër në financa.